Erën përplaset avioni ku udhëtonin kongresmenët. Një aksident I rënd ka ndodhur në aeroportin kombëtar të Washingtonit Ronald Reagan, ku një avion ku udhëtonin disa anëtar të Kongresit është përplasur me një tjetër avion. Sipas BBC-s, një bombardier CRJ 900 që operonte me fluturimin 5490 të American Airlines nga Washingtoni DC në Charleston, kompania e Jugut u përplas me krahun e një Embraer E175 që operonte me fluturimin 4522 të American Airlines për në aeroportin JFK të New Yorkut. Një person në bordin e helikopterit ka vdekur, të paktën 2 persona janë nxjerrë nga uji, por gjendja e tyre nuk dihet, ka thënë Departamenti Policisë së New Yorkut. Ata nuk konfirmuan se sa njerëz ishin në bord, priten detaje të reja.